Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Ja ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 2 mars dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione apo materiale të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ndaj ju ftoj që t'i ndiqni. 2 marsi është dita 61 të kalendarit gregorian. Ngjarje. 1444. U formua lidhja shqiptare e Lezhës. 2008. Dmitri Medvedev fitoi më së shumti vota në zgjedhjet për kryetar në Rusi. Do të vijmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 2 mars dhe në vitin 1444, kjo ditë do të mbahej mend për një nga momentet më të rëndësishme të historisë shqiptare. Në qytetin e Lezhës, Gjergj Kastriot Skënderbeu mblodhi princerit shqiptar dhe formoi Beslidhjen e Lezhës, një aleancë e guximshme kundër pushtimit osman. Shekuj më vonë, në vitin 1807, në anën tjetër të botës, Kongresi Amerikan miratoi një ligj historik, ndalimin e importit të skleverëve. Edhe pse ky ligj nuk e përfundoi me njëherë sklavërinë, ai ishte një hap i madh drejt drejtësisë dhe barazisë. Ndërkohë, në vitin 1933, një përbindësh kinematografik do të debutonte në ekranet e mëdha. Filmi King Kong u shfaq për herë të parë, duke manitur audiencën me efektet speciale dhe historinë e tij epike. Në vitin 1949, një tjetër kapitull i rëndësishëm shkencor u hap në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. NASA u themelua si një institucion kërkimor për hapësirën dhe aeronautikën. Në vitin 2008, Rusia priti një ndryshim politik të rëndësishëm. Dmitri Medvedev u zgjodh president, duke marrë vendin e Vladimir Putinit. Ishte një periudhë e re për politikën ruse, edhe pse ndikimi i Putin nuk do. Lindje. 1824. Lindi Beatrice Smetana, kompozitor çek. 1931. Lindi Mikhail Gorbachev, politikan sovjetik dhe rus. 1936. Lindi Skënder Hasko, shkrimtar shqiptar. 1949. Lindi Eddie Money, këngëtar amerikan. 1962. Lindi John Bon Jovi, këngëtar, kitarist, kompozitor dhe aktor amerikan. 1968. Lindi Daniel Craig, aktor anglez. 1981. Lindi Bruce Dallas Howard, aktore amerikane. Vdekje. 1855. Vdiq Nicolas Parr, perandor i Rusisë. 1925. Vdiq Luiq Gurakuqi, poet, publicist shqiptar dhe figurë e shquar e lëvizjes patriotike. 1939. Vdiq Howard Carter, arkeolog britanik. Dhe në vitin 1835, kompozitori francez François Adrien Boileau mbylli syt për herë të fundit duke lënë pas një trashëgimi të pasur muzikore. Në vitin 1855, Rusia humbi një nga carat e saj më të rëndësishëm, Nicolas të Parë, një studimtar që kishte drejtuar vendin me dorë të fortë për më shumë se 3 dekada. Një tjetër figurë letrare, shkrimtari britanik D.H. Lawrence, i njohur për veprat e tij të guximshme, u largua nga kjo botë në vitin 1930. Në vitin 1999, industria muzikore humbi një nga zërat e saj më të bukur, Dusty Springfield, këngëtare britanike që kishte sjellë emocione të thella nëpërmjet muzikës së saj. Dhe në vitin 2020, televizionet e Amerikës u ndan nga James Lipton, shkrimtari dhe prezantuesi i njohur për misionin Inside the Actor Studio, ku kishte intervistuar disa nga aktorët më të mëdhenj të kohës son. Për sot kemi përgatitur biografinë e Pjotr Çajkovski. Ai ishte një kompozitor dhe dirigjent rus. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Pjotr Çajkovski lindi më 7 maj 1840, vdiq më 6 nëntor 1893. Ishte një kompozitor i madh rus i erës romantike si dhe dirigjent dhe pedagog. Muzika e tij njihet dhe pëlqehet për karakterin e theksuar rus, si dhe për harmoninë e pasur me melodinë energjike. Veprat e tij kanë një frymëzim më perëndimor se bashkosit e tij. Ato mishrojnë elemente ndërkombëtare të gërshetuara me meloditë popullore kombëtare.
Tchaikovsky jetoi dhe krijoi në të njëjtën periudhë kur jetuan dhe krijuan veprat e tyre, grupi të pestëve, por orientimi ideo-estetik i këtij kompozitori dallohet nga programi ideor i grupit të fuqishëm. Tchaikovsky mbështet krijimtarinë e tij në traditat e klasikëve dhe të romantikëve të Europës perëndimore e në radhë të parë të kompozitorëve gjerman e francez. Kompozimet: balet, liqeni i mjellmave, bukuroshja fjetur, Arthursi, opera lirike, Eugen Onegini, si dhe shumë simfoni. Sotme do të flasim për James Lipton, njeriu që i dha zë aktorëve. Më 19 shtator 1926, një qytet të madh të zhurmshëm si Detroit, lini një djalë me një kuriozitet të jashtëzakonshëm për artin dhe gjuhën. Ai u quajt James Lipton dhe pa e ditur ende, jeta e tij do të ndërthurej me botën e aktrimit, dramaturgjisë dhe intervistat më të thelluara të yjeve të kinemas. Lipton nuk pati një fëmijëri të lehtë, babai i tij një poet hebre, braktisi familjen kur ai ishte ende i vogël, duke detyruar të punonte që në moshë të re për të ndihmuar nënën e tij. Megjithatë, ky vështirësi nuk e ndaloi. Ai filloi studimet për drejtësi në Universitetin e Wayne-it, por shpejt kuptoi se pasioni i tij vërtet ishte arti. Në vitet e para të karrierës, Lipton provoi veten si aktor. Ai lueti në radion e njohur The Lone Ranger dhe më vonë u shfaq në disa filma dhe seriale televizive. Por ishte pas skenave në botën e fjalës së shkruar dhe të intervistave ku ai do të linte gjurmën e tij më të thellë. Në vitin 1994, Lipton themeloi dhe u bë prezantuesi i Inside the Actor Studio, një emision që do të zhvillonte mënyrën se si publiku dhe vetë aktorët e shihnin zanatin e tyre. Ky program i zhvilluar në bashkëpunim me Actor Studio Drama School nuk ishte një intervistë e zakonshme, ishte një bisedë e thellë mbi artin e aktrimit, teknikat dhe jetën e yjeve që Lipton ftonte në studio. Ai kishte një stil unik, të qetë, i përshëndruar dhe gjithmonë i përgatitur në detajet më të vogla për secilin të ftuar. Ai nuk bënte pyetje sipërfaqësore, por kërkonte të depërtonte në psikikën dhe procesin krijues të aktorëve. Kjo e bëri emisionin një nga më të respektuarit në industrinë e argëtimit. Gjatë më shumë se 2 dekadave në këtë program, Lipton intervistoi mbi 300 aktorë dhe regjisorë, përfshir legjenda si Robert De Niro, Meryl Streep, Al Pacino, Robin Williams, Tom Hanks dhe Johnny Depp. Një nga pyetjet e tij më të famshme ishte ajo e fundit në çdo intervistë: nëse Zoti ekziston, çfarë do dëshironit ju thoshte kur të arririt në parajs? Lipton nuk ishte vetëm një intervistues brillant, ai ishte edhe një shkrimtar, producent dhe një studiues i pasionuar i artit dramatik, si dhe skenar për shfaqje televizive dhe teatrore. I martuar për dekada me modelen dhe aktoren Kedakai Turner, Lipton jetoi një jetë të qetë dhe të disiplinuar, duke mos u larguar kurrë nga pasioni i tij për edukimin dhe artin. Më 2 mars të vitit 2020, ai ndërroi jetë në moshën 93 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të pasur për të gjithë ata që dashurojnë kineman dhe aktrimin. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Bill Gates, i cili është pronari një prej kompanive më të mëdha, Microsoft. Bill Gates është pronari dhe kryearkitekti i softwaret të firmës së njohur Microsoft, e cila bën xhiron rreth 36.84 miliard dollar amerikan në vit dhe ka 128.000 punonjës. Të shpërndar në 85 vende të ndryshme në botë. I lindur më 28 tetor të vitit 1955, Gates u rrit në Seattle të SBA-ve bashkë me 2 motrat e tij. I ati, William Gates, ishte avokat, ndërsa ema, Mary Gates, ishte një mësuese dhe drejtoresh e United Way International. Gates ndoqi shkollën fillore publike dhe më vonë shkoi në shkollën private Lakeside School. Atje u krijua pasioni për software dhe filloi të programonte kompjutora që në moshën 13 vjeçare. Në vitin 1973, Gates filloi studimet në Universitetin Harvardit. Gjatë kohës në Harvard, ai krijoi një version të gjuhës së programimit BASIC për mikrokompjuterin e parë MIT Altair. Në moshën rinore, Gates la Harvardin që t'i përkushtohej Microsoftit, një kompani që ai kishte ndërtuar. Në vitin 1975, bashkë me mikun e tij të fëmijërisë, Paul Allen, duke u drejtuar nga besimi se kompjuteri do t'ishte një vegël e nevojshme në çdo zyrë dhe shtëpi, ata filluan të krijonin software për kompjutera personal. Vizioni i Gates për kompjuterat ka qenë baza e suksesit të Microsoftit dhe të industrisë së softwaret në përgjithësi. Në vitin 1999,
Gates shkruajti librin Business: The Speed of Thought, që tregon si teknologjia e kompjuterave mund të zgjidhë probleme biznesi në mënyra të reja. Gates u martua më 1 janar të vitit 1994 me Melinda French Gates. Ata kanë 3 fëmijë. Gates ka pasion leximin dhe I pëlqen të luajë golf. Ai tashmë është njeriu I dytë më I pasur në botë. Gjithashtu, është një filantropist. Ai bashkë me gruan e tij, Melinda, kanë krijuar fondacionin Bill and Melinda Gates, që menaxhon më shumë se 27 miliard dollar amerikan për të ndihmuar iniciativa filantropike në fushën e shëndetësisë dhe edukimit në mbar botën. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për një nga dukuritë më mahnitëse në botë. Salar de Tanupa është kripa më e madhe në botë, me mbi 10.000 kilometra katror sipërfaqe. Është në provincën Daniel Campos në Bolivinë jugperëndimore, pranë kreshës së Andeve me një lartësi prej 3.656 metrash mbi nivelin e detit. Salar u formua si rezultat I transformimeve midis disa liçeneve prehistorike që ekzistonin rreth 40.000 vjet më parë, por që të gjithë ishin avulluar me kalimin e kohës. Tani është I mbuluar nga disa metra kore krip. Korja shërben si burim kripe dhe mbulon një pellë këshëllire, e cila është jashtëzakonisht e pasur me litium. Zona e madhe I qielli I pastër dhe rrafshimi I jashtëzakonshëm I sipërfaqeve e bëjnë salarin ideal për kalibrimin e lartësive të satelitëve të vëzhgimit të tokës. Pas shiut, një shtresë hodhe ujë të qetë të ngordhur e shndron banesën në pasqyrën më të madhe në botë, e cila shkon deri në 129 kilometrash. Salar shërben si rruga kryesore e transportit për te Altiplanos Bolivan dhe është një terren kryesor mbarshtues për disa lloje flamingosh. Salar është gjithashtu një zonë kalimtare klimatologjike pasi rrjet e larta tropikale që formohen në pjesën lindore të zonës së kripës gjatë verës nuk mund të deportojnë përtej skajeve të saj më të thata perëndimore, pranë kufirit Kilian dhe shkretë të tjerës Atacama. Ky vend I pazakont është çuditërisht një dukuri natyrore me bukuri të veçantë dhe është kthyer në disa raste si zona xhirimi për disa filma fantastiko-shkencor. Historia gjeologjike e Salarit është e lidhur me transformimin vijues midis disa liçeneve të mëdha. Rreth 30.000 deri në 42.000 vjet më parë, zona ishte pjesë e një liçeni gjigant prehistorik, I quajtur liçeni Minchin. Mosha e tij u vlerësua nga predha të datimit me radiokarbon nga sedimentet dhe shkëmbinjt në New York dhe ndryshon midis studimeve të raportuara. Liçeni Minchin më vonë u shndrua në liçenin Paleotauka, me një thellësi maksimale prej 140 metrash dhe një moshë të vlerësuar. Liçeni më I ri prehistorik ishte Koipasa, I cili kur u tha, la pas 2 liçene moderne, Popo dhe Uru dhe 2 shkretë të tjera kryesore të kripës, Salar de Koipasa dhe Salarin që ne folëm deri më tani. Balta e liçenit e ndërthurur me krip dhe e ngopur me shëllir që ndron nën sipërfaqen e Salarit. Shëllira është një zgjedhje e ngopur e klorurit të natriumit, klorurit të litiumit dhe klorurit të magnesit në ujë. Ajo është mbuluar me një kore të fortë kripe me trashësi të ndryshme nga 10 centimetra deri në disa metra. Qendra e Salarit përmban disa ishuj, të cilat janë mbetjet e majave të vulkaneve antike të zhytura gjatë epokës së liçenit Minchin. Ato përfshin struktura dhe depozita të pazakonta dhe të brishta të ngjashme me korale që shpesh përbëhen nga fosile dhe alga. Klima. Zona ka një temperaturë mesatare, relativisht të qëndrueshme me një kulm në 21 gradë Celsius në nëntor deri në janar dhe një minimum prej 13 gradë Celsius në qershor. Netët janë të ftohta gjatë gjithë vitit me temperatura -9 deri në 5 gradë Celsius. Lagështia relative është mjaft e ulët dhe konstante gjatë gjithë vitit, 30% deri në 45%. Rreshtet janë gjithashtu të ulta, nga 1 deri në 3 mm në muaj midis prillit dhe nëntorit, por mund të rriten deri në 80 mm në janar. Megjithatë, përveç janarit, edhe në sezonin e shirave numri I ditëve me shi është më pak se 5 në muaj. Prodhimi I kripës në Salar. E vendosur në trekëndshën e litiumit, Salar përmban një sasi të madhe natriumi, kaliumi, litiumi si dhe boraksi. Litiumi është I përqendruar në shëllir nën korën e kripës me një përqendrim relativisht të lartë, prej rreth 0.3%. Ai është gjithashtu I pranishëm në shtresat e sipërme të trupit poros të halitit të shtrirë nën shëllir. Megjithatë, shëllira e lëngshme është më e lehtë për tu nxjerrë, duke u tharë në kore dhe duke pompuar shëllir. Shpërndarja e shëllirit është monitoruar nga sateliti Landsat dhe është konfirmuar në testet e shpimit në tokë.
Pas këtyre gjetjeve, një korporat ndërkombëtare me bazë në Amerikë ka investuar $137 milion për zhvillimin e nxjerrjes së litiumit. Megjithatë, nxjerrja e litiumit në vitet 1980 dhe 1990 nga kompanitë e huaja hasi kundërshtim të fortë nga komuniteti lokal. Vendasit besonin se paratë injektuara nga minierat nuk do t'ja arrinin. Litiumi në banesat e kripës përmban më shumë papastërti dhe klima e lagësht dhe lartësia e madhe e bëjnë më të vështirë përpunimin. Asnjë fabrikë minerare nuk është aktualisht në vend dhe qeveria bolivane nuk dëshiron të lejojë shfrytëzimin nga korporatat e huaja. Salari vlerësohet të përmbajë 10 miliard ton krip, nga të cilat më pak se 25.000 ton nxirret çdo vit. Të gjithë minatorët që punojnë në salar i përkasin kooperativës së Kolçanit. Për shkak të vendodhjes së tij, zonës së madhe dhe rrafshit, salar është një rrugë kryesore e transportit të makinave, përveç se kur mbulohet sezonalisht me ujë. Salar në spanjisht do të thotë krip. Legjenda e Ayamar tregon se malet Tanupa, Cusco dhe Kusina, të cilat rrethojnë salarin, ishin njerëz gjigant. Sipas fabulës, Tanupa u martua me Cuscon, por Cusco iku prej saj me Kusinën. Tanupa e pikolluar filloi të qajë ndërsa jepte gjithë djalit të saj. Lotët e saj u përzien me qumësht dhe formuan salarin. Shumë vendas e konsiderojnë Tanupanin një hyjni të rëndësishme dhe thonë se vendi duhet të quhet Salar de Tanupa. Flora dhe fauna. Një pjesë e ishullit është e mbushur me kaktus, thuajse e vetmja bim e cila mund të rritet aty për shkak të kushteve të vështira. Ata rriten me një shpejtësi prej rreth 1 cm në një lartësi prej rreth 12 metrash. Shkure të tjera përfshin pilaja, e cila përdoret nga vendasit për të kuruar katarën, dhe thola, e cila digjet si lëndë djegëse. Të pranishme janë edhe bimët e kuinoas. Çdo nëntor salari është terreni i mbarshtimit për 3 lloje flamingosh. Flamingot të Amerikës së Jugut, që ushqen me kakaleca me shëllir lokale, flamingot kilian, ande dhe të rrallë të james. Rreth 80 lloje të tjera zojsh janë të pranishëm, duke përfshirë guaskën me brirë, patën e andeve dhe ydhin e kodrës ande. Dhelpra e andeve ose kulpeo është gjithashtu e pranishme, dhe ishullit në salar strehojnë koloni viskash të ngjashme me lepujt. Turizmi. E si mund të ishte ndryshe? Salar është një destinacion i njohur turistik dhe përpasoj një sër hotelesh janë ndërtuar në këtë zonë. Për shkak të mungesës së materialeve të ndërtimit, shumë prej tyre janë pothuajse tërësisht mure, çati, mobilje të ndërtuara me bloqe kripe të prera nga salar. Hoteli i parë u ngrit në 1993 në mes të banesës së kripës dhe shpejt u bë një destinacion popullor turistik. Megjithatë, vendodhja e saj në qendër të një shkretëtire shkaktoi probleme sanitare. Pasi shumica e mbeturinave duhej të mblidheshin me dorë. Keq menaxhimi shkaktoi ndotje të rëndë mjedisore dhe hoteli duhet të çmontohej në vitin 2002. Rreth vitit 2007 u ndërtua një hotel i ri me emrin Palacio de Sal në një vend të ri në skajin lindor të Salarit, 25 kilometra larg nga qyteti. Sistemi sanitar është ristrukturuar në përputhje me rregulloret e qeverisë. Hoteli ka një sauna të thatë, një dhomë me avull, një pishinë me ujë të kripur dhe banja me vorbull. Varresat e trenave. Një atraksion kryesor turistik është një varresë antike e trenave. Është 3 kilometra jashtë qytetit dhe është e lidhur me të nga binarët e vjetër të trenit. Qyteti shërbeu në të kaluarën si një qendër shpërndarjeje për trenat që transportonin minerale në rrugë, por në portet e oqeanit paqësor. Linjat u ndërtuan nga inxhinier britanik që mbërritën afër fundit të shekullit të 19 dhe formuan një komunitet të konsiderueshëm. Ndërtimi i hekurullës filloi në 1888 dhe përfundoi në 1892. Ai u inkurajua nga presidenti bolivian Aniceto Arce, i cili besonte se Bolivia do të lullëzonte me një sistem të mirë transporti, por gjithashtu sabotoi vazhdimisht nga indigent vendas që e pan atë si një ndërhyrje në jetët e tyre. Trenat përdoreshin kryesisht nga kompanitë minerale. Në vitet 1940, industria e mineraleve ra, pjesërisht për shkak të varfërimit të mineraleve. Shumë trena u braktisën duke prodhuar varrezat e trenave. Ka propozime për të ndërtuar një muze nga varrezat. Incidente fatale kanë ndodhur si pasojë mjeteve të mirëmbajtura keq, drejtuesve të patrajnuar, shpejtësisë, mospërfilljes së kushteve jo mikpritëse dhe mungesës së rregullores për kompani turistike. Kalibrimi i satelitit. Banesat e kripës janë ideale për kalibrimin e pajisjeve të matjes së distancës së satelitëve, sepse ato janë sipërfaqe të mëdha, të qëndrueshme me reflektim të fortë, të ngjashëm me ato të fletëve të akullit. Si kripa më e madhe në tokë, Salar është veçanërisht i përshtatshëm për këtë qëllim.
Dhe sot do të flasim për gjallësat më të vjetra se dinosaurët. Peshkaqenët janë disa nga krijesat më të lashta të planetit ton. Ata kanë ekzistuar për më shumë se 400 milion vjet, duke i bërë ata më të vjetër se dinosaurët, të cilat shfaqen rreth 230 milion vjet më parë. Gjatë kësaj periudhe, ata kanë mbijetuar 4 zhdukje masive, përfshir ato që zhdukën dinosaurët 66 milion vjet më parë. Arsyeja, ata janë përshtatur në mënyrë të përkryer në mjedisin e tyre dhe kanë një sistem shisor tepër të zhvilluar, që u lejon të ndjejnë madje dhe fushat elektrike të gjahut të tyre. Ndër peshkaqenët më të veçantë dhe më të vjetër është peshkaqeni i Grinlandës, një nga krijesat më jetëgjata në planet. Sipas shkencëtarëve, disa nga këta peshkaqen mund të jetojnë mbi 500 vjet. Imagjinoni një peshkaqen që noton në thellësitë e Arktikut sot mund të ketë lindur kur Leonardo da Vinci po pikturonte Mona Lisën. Ata rriten shumë ngadalë, vetëm rreth 1 centimetër në vit dhe shpesh mbijetojnë në ura të ftohta dhe të thella larg syrit të njerëzve. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 2 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa zonat qendrore do të kenë intervale me vranësira kalimtare. Pasditja vijon me mot të butë dhe stabil. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 2 mars 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e kthjellët në disa zona, ndërsa pasditja sjell alternime mes diellit dhe rreve kalimtare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga dreremi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 1 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 14 gradë Celsius. Perizaj, 4 deri në 15 gradë Celsius.
Kaçanik 5 deri në 15 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 15 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtin orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion dhe po ashtu mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rejat më të fundit vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.